Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Dështoi për të 19-ën herë konstituimi i Kuvendit të Kosovës. Edhe në këtë seancë Partia Demokratike e Kosovës, LDK, Lista Serbe dhe Alanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma refuzuan të caktojnë një antar të komisionit për votim të fshehtë të kandidates së vetëvendosjes për kryetare të Kuvendit Albulena Axhiu. Ndonse në sallë ishin 109 deputet, në këtë komision votuan 54, një ishte kundër dhe pjesa tjetër nuk mori pjesë në votim. Partitë në Kosovë vijojnë të jenë të ndarë për rrugën që duhet të ndiqet për konstituimin e kuvendit. Ministri Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural përpara përpjekjes së radhës për konstituim pretendon se dalja nga kriza aktuale është në dorë të partive që në legjislaturën e kaluar ishin opozit, PDK-s, Lidhjes Demokratike të Kosovës, AK-s dhe Nismës. Do të thotë në dorë të partive që nuk kanë votuar deri tash është dalja ose mos dalja nga kjo situatë. E për dalë deri te kjo situatë, deri sot ata kanë treguar në gjendje rigjide, jo të gatishmërisë që Kosovës mi dhon institucione. Ai pretendon se si grup parlamentar kanë ofruar zgjidhje për daljen e vendit nga kriza. Ta që ka mundur me prit, do të thotë ndryshim atë, ndoshta pjesa kryesore takon pjesës së partive PDK, LDK, AK, Nisma dhe të tjerë. Krejt deputet tonë që po marrin pjesë po votojnë në funksion të deblokimit të gjendjes edhe themelimit të institucioneve kuvendit. Kryetaria e grupit parlamentar të vetëvendosjes Mimoza Kusare Lila sërish fajsoi opozitën për bllokimin e ngritjes së komisionit që do të japte rrugë votimit në seancë të kandidaturës së Albulena Axhiut për krye parlamentare. Natyrisht se ne jemi në krye të përgjegjësisë që e kemi marrë dhe ne po vime dhe po votojmë. Edhe po e shtyem një të drejtë kushtetuese që i takon grupit ton parlamentar. Po ju rekomandoj edhe një herë që të njëjtat pyetje t'ju bëni përfaqësuesve të partive që fare nuk po marrin pjesë në votim. T'ju pyetni apo lodheni të vini edhe të mos merrni pjesë në votim, se nuk e di cila është arsyeja që dikush të vinë në seancë konstituive e të mos marr pjesë në votim. Ajo sqaroi sërish vendimin e gjykatës kushtetuese që i delegon shumicës në pushtet të drejtën për të zgjedhur kryetarin e kuvendit. Është e qartë se cila është procesi i konstituimit të kuvendit, qartësi e cila ka ardhur edhe një herë pas veprimeve dhe votimit që ka ndodhur me marrëveshje politike në vitin 2014, kur gjykata ka rrëzuar një kryetar kuvendi i cili është zgjedhur sipas marrëveshjes politike të atyre që kanë mundur ta bëjnë shumicë. Rrjedhimisht i është përcaktuar qartazi grupit më të madh parlamentar që ka të drejtën dhe i takon kryetari i kuvendit. Do të thotë është hequr nga negocimi politik pozita e kryetarit të kuvendit. Deputeti vetëvendosjes Dimal Basha mohon koalicionin me PDK-n. Sipas tij, kjo parti nuk është e reformuar. Po LDK-ja refuzoi për shkak se tha na nuk vim pa PDK. Për neve është e papranueshme dhe ne refuzojmë me bëj çfarë do oferte për PDK-n. PDK nuk bojmë se PDK-ja për mua po flas këtë rast nuk është reformuar. Në emër të vetëvendosjes ai u ndal në rëndësinë e vendimit të gjykatës kushtetuese në lidhje me kërkesën e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për votimin e fshehtë në kuvend. Antari kryesisë Partisë Demokratike të Kosovës, Arben Mustafa, paralajmëroi edhe për një përshpejtim të rritjes së çmimeve të produkteve bazike teksa vetëvendosje bllokon kuvendin dhe mban me forcë pushtetin qeveritar. Sipas tij, të dhënat e muajit prill tregojnë për një rritje nga 10 deri në 16.4%. Në kohën kur partia që ka dalë para nga zgjedhjet e fundit ka vendosur që ta mbajë të bllokuar kuvendin e Kosovës dhe po ashtu po mban të uzurpuar pushtetin qeveritar pa asnjë vendim, pa asnjë aktivitet në të mirë të vendit. Ekonomia e Kosovës dhe qytetarët e saj sot po ballafaqohen me një rritje të shpejtë të çmimeve në produktet bazike. Deficiti tregtar i Kosovës po përkeçohet, përderisa bizneset po goditen në rënd me masat për pengimin e tyre në furnizimin me energji në brendit të vet. Mustafa tha se ekonomia e vendit po vazhdon të ballafaqohet me përkeçim të mëtejshëm të deficitit tregtar si pasojë e rënies së eksporteve dhe rritjes së importeve, duke theksuar se vetëm në 3 muajt e parë të vitit ky deficit arriti në 1.4 miliard euro. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës është i mendimit se kriza në kuvend nuk është juridike por politike. Pas dështimit të konstituimit të radhës, Memli Krasniqi është i mendimit se zgjidhja gjendet në ndërimin e emrit të kandidatit për kryetar të kuvendit. Po i thirrje edhe në herë si çdo rast tjetër, ka lëvizjes vetëvendosje dhe liderit saj Zotit Kurti që ta ndrojnë kandidatën dhe të vinë me një kandidat në mesin e atyre që e dinë që i kanë, që mund të merr shumicën për të bërë kryetare apo kryetar të vendit ose të shkojnë tutje në konstituimin
edhe të Kuvendit Republikës Kosovës, por edhe në afatet kushtetuese për themelimin e qeverisë. Ishte Memli Krasniqi, kryetari PDK-s. Partia Demokratike e Kosovës i bën thirrje vetëvendosjes të ndryshojë kandidaturën për kryetar të Kuvendit nëse kërkon vota për konstituim. Deputeti për Parim Gruta akuzon shumicën se po i mban peng institucionet për shkak të emrit Albulena Axhiut, ndërkohë që nuk ka projekt për rritjen e pagave apo uljen e çmimit të rrymës. Ju mund të thoni që përgjegjësia është e përbashkët, por ky argument nuk qëndron. Kushdo që thotë sepse ne mund kishim thënë që se votojmë kërkon të vetëvendosjes, edhe ky do të ishte qëndrimi i drejtë në pamje kushtetuese. Por mendojmë që do të ishte i padrejtë dhe jo korrekt në kuptimin politik, sepse e drejta me propozuj të takon partisë fituese. Tha Gruda, deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës. Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Lora Çitaku, kërkoi nga kryetari vetëvendosjes Albin Kurti të reflektojë dhe ta ndrojë kandidatën për krye parlamentare. Ajo deklaroi se PDK-ja ka qenë e përgjegjshme dhe konstruktive gjatë gjithë kësaj periudhe dhe do të bëjë gjithçka për të zhbllokuar situatën. I bëjmë thirrje deputetit Kurti që të reflektojë, të zhbllokojë situatën në mënyrë që institucionet e Kosovës të konstituohen sa më shpejt. Ne nuk mund të suspendojmë demokracinë për shkak të tekeve të zotit Kurti dhe ambicieve të zonjës Haxhiut. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës është i mendimit se mungon urgjenca, prandaj dhe dështon krijimi i institucioneve pas zgjedhjeve. Në përfundim të shtyrjes së radhës së seancës konstituive të Kuvendit, Lumir Abdigjiku theksoi se Kosova ka nevojë për institucione. Fatkeqësisht nuk ka as interes e nuk ka as urgjencë për partinë e parë të bëjë institucionet. Për shkak se s'ka urgjencë, ka dhe zvarritje, për shkak se s'ka urgjencë, ka dhe propozime që seancat mos mbahet sipas rregullorës. Si zgjidhja i kërkoi reagim nga partia e parë në vend. Mungesa e urgjencës është vërtet lajm i keq për Republikën e Kosovës, sepse Kosova ka nevojë për institucione, ka nevojë për veprime politike të partisë së parë. Është e pakuptueshme se si një parti me 48 deputet nuk arrin të bëjë një shumicë minimale. Deklaroi Lumir Abdigjiku. Kryetari i grupit parlamentar të Aleancës për Erdhëmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, në përfundim të dështimit të seancës së 19 akuzoi kryeministrin Albin Kurti se po bashkëpunon me koalicionin Vlen në Republikën e Maqedonisë së Veriut për të marrë vota. Ka angazhu këtë Vlenin e Maqedonisë, besoni, në 10 njerëz të Vlenit të Maqedonisë, vinë prej Maqedonie me kontaktue Adem Hoxha, në kërkesë të Albinit. Ky është Albin Kurti. Me marrë votën për matutje. Ky është Albin Kurti. Në anë dhe ilçon e sejmen e tij me kritiku pse ai ka bashkëpunon me ne. Ka arruar ka votuar një herë për koalicionin e tij dhe kandidatët për president. Kjo është storia. Ndërsa nuk munguan akuzat ndaj shefit të qeverisë se me veprimet dhe mosveprimet e tij po ndërmerr nisma që shkojnë në dobi të politikës së Serbisë dhe Rusisë. Ky njeri që kundërligjshëm shkon edhe në qeveri e çon dorën, nuk i intereson kjo pjesë, ka avin e vet. Besoni këto dome që i bëhen në Kosovë që të mirë në Rusisë të Serbisë, kam thënë në kaluar e dini. Nuk është ashtu pse e kam thënë ashtu. Ne edhe situatën në veri e kem pas kryme randin dhe ligjin. Dhe dini ata që kanë qenë të ngjesh pranë dhe ligj e kanë pasur shumë Kosovën atë kohë. Pasi në rezultate ne kemi pas proces me përpara progresiv. Ky mori investim 25 vjeçare kthejnë foto për veti. Aleanca për Erdhëmërinë e Kosovës ofron kandidaturat sipas saj të pranueshme për të zgjedhur kryetar të Kuvendit. Deputeti i AK-s Daud Haradinaj listoi emrat e deputetëve Shqipe Selimi dhe Saranda Bogujevsi si kandidaturat të mundshme. Unë shpresoj që do të kemi kohë ta propozojmë kandidatën që ne jemi thirrur të përshqiven ose për Bogujevsin, jemi të gatshëm ja votën. E kemi ofruar në kuptimin edhe si opozitar këtë favor, mendoj që është mjaftueshëm. Mendoj që tash nuk bëhet lart më për pushtet, po flasim për partinë e cila ka dalë e para në zgjedhje dhe ka mandatin e konstituimit të organeve të Kuvendit. Mendoj që është antikushtetues ndryshimi i procedurës votimit gjatë vazhdimit të seancës. Deklaroi Daud Haradinaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Time Kadria, tha se në gjykatën kushtetuese do të dërgojnë edhe komente të tjera sa i përket lëndës së votimit të fshehtë, ndërsa nuk munguan dhe kritika ndaj vetëvendosjes për të mbajtur një herë në javë seancën e Kuvendit. Ishte një kërkesë e kryesuesit të seancës që të konsultohemi, që seancat të mbahen çdo javë. Normal që u refuzuan nga të gjitha partitë, nga partitë opozitore, për shkak se u shkeli kushtetutës, se me kushtetutë thuhet që çdo 48 orë, andaj nuk e pranuam. E mirë është s'po di vesh me propozu për çmim Nobel Albulena Axhiut, dhe pse çmimi Nobel është për të arriturat dhe sukseset në ndonjë fushë ose ndonjë lami, e tash me propozu veç për çmim Nobel
përdështimet e njëpasnjëshme me plot seanca dhe vazhdimi i lëvizjes vetëvendose me të njëjtin kandidat. Deklaroi Time Kadrije. Kryetari i Nismës Social-Demokrate Fatmir Limaj pretendon se ngërçi politik mund të zgjidhet vetëm përmes dialogut dhe marrëveshjeve ndërmjet partive politike. Ai theksoi se është e domosdoshme një marrëveshje politike dhe secila palë duhet të marrë përgjegjësinë që i takon. Ai shtoi se zgjidhja mund të vijë vetëm nga negociatat nëpërmjet forcave politike. Dhe rruga e vetme që Kosova si shtet serioz ose duhet serioz është përmes bisedimeve dhe marrëveshjeve politike që pastaj partnerët e zgjedhin njëri tjetrin. Dhe kështu të përfundoi kjo situatë pa kuptim. E bëri të ditur se Nisma nuk ka marrë asnjë ftesë zyrtare për të dhënë ndonjë propozim në lidhje me procesin e konstituimit të kuvendit. Tani për tani nuk ka ndonjë hap konkret, serioz, përveç ato që kemi në për media, propozime, po hap konkret dhe ftesë rreth atyre propozimeve nuk ka pasur. Natyrisht ne jemi të gatshëm të japim kontributin tonë për aq sa kemi mundësi dhe fuqi politike. Ministri e Drejtësisë e Kosovës Albulena Axhiu nuk të riqet nga kandidatura për postin e kryetarit të kuvendit. Ajo deklaroi se lëvizja vetëvendosje është e vendosur për konstituimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë, duke theksuar se i takon kësaj partie të propozojë kryetarin. Çfarëdo që është bërë nga lëvizja vetëvendosje ne kemi bërë. Ajo kritikoi opozitën për mungesë qëndrimit i qartë se çfarë kërkon nga shumica në pushtet. Plan që të pengohet konstituimi i kuvendit, por mendoj që kjo është një vendim i gabuar, sepse besoj që qytetarët e Republikës së Kosovës presin nga ne që ta konstituojnë kuvendin dhe ta përmendojnë. Ishte Albulena Axhiu, kandidate për postin e kryetarit të kuvendit të Kosovës. Kundër qëndrimit të opozitës Kosovës është arrestuar dhe ministri i detyrë dhe deputeti i listës Guxo. Faton Peci, përpara seancës së kuvendit të Kosovës, është shprehur se partia e tij ka treguar gatishmëri për dialog dhe partneritet, por ka kritikuar qasjen e opozitës. Ne kemi reflektuar në forma ndryshme dhe kemi treguar që jemi të hapur për me diskutu edhe për opsione, edhe për partneritete, edhe për koalicione. Në anën tjetër ajo që nuk mundet me, ose në rast që unë reflektim idenë që opozita me zgjedh kandidatin e partisë fituese, atëherë kjo nuk është reflektim, por kjo është tentativë për me ta imponu kandidatin. Kryeministri në detyrë i Kosovës refuzoi të përgjigjet interesimit të gazetarëve mbi dështimin e konstituimit të kuvendit. Ai mori pjesë në nisjen e ndërtimeve të objekteve për banim të përballueshëm. Aty u pyet në lidhje me takimin me presidenten Vjosa Osmani dhe nëse ndihet përgjegjës lidhur me ngërçin politik. I bie që parafërsisht prej 3 komunave vetëm njëra prej tyre kërkon, aplikon banim përballueshëm social, ndërkaq 2 prej tyre nuk e bëjnë këtë gjë. Fatmirësisht Podujeva e ka bërë aplikimin dhe tash po e fillon realizimin. E për ato çështjet e tjera të bllokimeve janë në Prishtinë, ne jemi për ndërtim këtu. Kuvendi i Kosovës nuk arriti të konstituohet as në përpjekjen e 18. Aktualitet. Kërcënohet me jetë presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Në postën e saj është dërguar një mesazh kërcënues. Sipas informacioneve që vijnë nga zyra e shtypit e kreut të shtetit në Kosovë, Meli përmban gjufyese dhe kërcënuese duke përfshirë etiketime si kriminale ordinere dhe antikushtetuese dhe kërcënime serioze për jetën e kreut të shtetit. Zyrtarët e presidencës kanë bërë të ditur se rasti është i raportuar më njëherë tek organet kompetente për hetim të mëtejshëm. Kërcënimi i fundit me jetë ndaj presidentes Kosovës Vjosa Osmani është vetëm një në vargun e gjatë të kërcënimeve të vazhdueshme që ajo ka marrë ndër vite, deklaroi këshilltari për media i presidentes Bekim Kupina. Sipas tij, përkundër 10 kërcënimeve, shumica prej tyre me jetë, autorët nuk janë përballur me drejtësinë. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani nga Zvicra akuzoi Serbinë për shkeljen e të drejtave të shqiptarëve në luginën e Preshevës. Në një konferencë për mediat, ajo kërkoi nga Beogradi të respektojë të drejtat e shqiptarëve atje dhe se duhet të bëjë të njëjtin gjë që bën Kosova me komunitetet jo shumicë. Ajo çfarë është duke ndodhur në Serbi ndaj shqiptarëve është pastrim etnik me mjete administrative. Dhe këto e bëjnë duke i larguar nga listat e votuesve, duke i lënë pa nënshtetësi dhe ka edhe shumë shkelje të drejtave të tjera fundamentale, të cilat janë në kundërshtim të plot me detyrimet ndërkombëtare që Serbia i ka marrë nëpërmjet konventave ndërkombëtare. Ajo kujtoi Beogradit se aq të drejta sa kanë pakicat në Kosovë, aq të drejta duhet t'u jepet edhe shqiptarëve në luginën e Preshevës. Reciprociteti i të drejtave natyrisht është diçka që unë kam përkrahur për më shumë se një dekadë, sepse kjo do të nënkuptonte që aq të drejta sa i jipen pakicave në Kosovë, aq të drejta do duhet i jepeshin edhe shqiptarëve që jetojnë në Preshevë, Medvegjë e Bujanoc.
deklaroi presidenti i Kosovës Vjosa Osmani. Policia e Kosovës ndërhyn në veri të vendit, ofrohet asistencë për zyrtarët e ndërmarrjes publike i Bër Lepens për të hyrë në një objekt pranë liçenit të Ujmanit. Dyshohet se objekti përdoret si institucion paralel i Serbisë. Zëvendës drejtori i policisë për rajonin e Veriut, Veton Elshani, deklaroi se operacioni është zhvilluar pa incidente. Përfaqësuesi i lartë e Bashkimit Evropian Kaja Kallas i kujtoi Kosovës dhe Serbisë se dialogu është domosdoshmëri për të dyja vendet për të ecur përpara në rrugën drejt Bashkimit Evropian. Kallas, e cila një ditë më parë ka vizituar Serbinë, viziton Kosovën dhe më pas Maqedoninë e Veriut. Do të angazhohen me qeveritë dhe shoqërinë civile në rrugën e tyre drejt Bashkimit Evropian. Dialogu Beograd-Prishtinë është një domosdoshmëri për të ecur përpara, tani është koha për të riangazhuar, shkruan Kaja Kallas, përfaqësuesi i lartë e Bashkimit Evropian. Zëvendës kryeministrit e detyrë për integrimin evropian, zhvillim dhe dialog Besnik Beslimi priti në takim shefin e divizionit për Kosovën pranë Komisionit Evropian, Jiri Pleciti. Gjatë takimit, zëvendës kryeministri Beslimi theksoi përkushtimin dhe angazhimin e palëkundërt të Kosovës në procesin e integrimit dhe rrugën drejt aderimit në familjen europiane. Ai theksoi nevojën e menjëhershme për heqjen e masave ndaj Kosovës. Sulm kibernetik mbi faqen zyrtare të radio televizionit publik shqiptar, dyshimet e para BNB grupe hacker serb. Incidenti ka ndodhur rreth orës 18 të ditës së hënë kur përdoruesi që vizitonin faqe zyrtare të transmetuesit publik ndesheshin me tituj dhe lajme të reme që synonin destabilizimet të perceptimit publik mbi Kosovën. Shqipëria tërheq njohjen e Kosovës, Kosova është Serbi ishin disa nga titujt që u vendosën në faqen zyrtare të radio-televizionit publik shqiptar. Hakerat serb kishin publikuar lajme të reme të cilat i kanë publikuar në faqen zyrtare të lajmeve të RTS-s dhe profilin zyrtar të Instagramit të televizionit publik shqiptar. Deri tani nuk ka pasur asnjë reagim nga radio-televizioni publik në lidhje me këtë sulm kibernetik. Ekonomi. Kosova ndalon përkohësisht importin e miqit të pulës dhe produkteve të tjera të shpendve nga Brazili. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë njoftoi se kjo masë është ndërmarrë si përgjigje ndaj shpërthimit të gripit të shpendve H5N1 në një fermë komerciale në shtetin Rio Grande të Brazilit. Ky vendim synon të mbrojë shëndetin publik dhe të parandalojë përhapjen e mundshme të sëmundjes në territorin e Kosovës, thuhet në njoftimin e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë. Në të paralajmërohet se ndalimi do të mbetet në fuqi deri në një njoftim të dytë gjithmonë, duke u bazuar në situatën epidemiologjike në Brazil dhe rivlerësimin e rrezikut nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë. Ndoqet përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.